Selam aleikum. A I falë Zoti mëkatet e mëdha nëse pendohemi sinqerisht dhe bëjmë vepra të mira vazhdimisht. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Allahu I lartësuar është falës I madh. Fal dhe mëshiron shumë. Zoti I gjithësisë thot në surën Az-Zumar: Thuaj o robrit e mi të cilët I keni bërë keq vetes me gjunahe. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Me siguri, Allahu I fal të gjitha mëkatet. Ai është falësi I madh dhe mëshirëploti. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj, pendohu tek Zoti I gjithësisë me sinqeritet. Hiq dorë prej atij mëkati. Të keqen pasoje me të mirë, vazhdo me vepra të mira. Dhe lutë Allahun e lartësuar, e nëse është diçka që ja ke marrë dikujt, ktheje atë. Lutë Zotin e gjithësisë, se Allahu I lartësuar është falës I madh, është mëshirëplot.